Disiplinat e një familjeje të perëndishme, nga Kent dhe Barbara Hughes. Ky libër vjen audio nga Instituti Biblik i Shqipërisë, i përdorur me leje. Për të dëgjuar libra të tjerë audio, vizitoni faqen tonë ibsh.al dhe Instituti Biblik i Shqipërisë në YouTube dhe Facebook. Disiplinat e një familjeje të perëndishme, nga Kent dhe Barbara Hughes. Një narracion nga Mariol Dundo. Kapitulli 10. Disiplina e kultivimit të pasurimit për jetën. Disiplina për të kultivuar pasuri që zgjatin gjithë jetën. Ndonjëherë, një lloj mjegulle vrastare depërton tek të krishterët dhe shfaqet si një armiqësi gri dhe të zymt ndaj vlerave të rafinuara të botës. Ne ndjem këtë veçanërisht në një rast të sikletshëm, ndërsa ne, së bashku me disa të njohur, po mahniteshim me interpretimin madhështor prej sopranos Sara Brichtman, të arjes së Puccinit, Chi il bel sogno di Doretta. Heshtja e mbushur me admirim në fund u thye nga një anëtar i grupit ton, që tha me një ftohtësi të llogaritur: "Mendoj se edhe po të kishit dëgjuar ëngjëjt në qiell, nuk do të ishit mahnitur kaq." Mund ta ndjenim edhe letrën e murit duke u zbehur. Ndoshta kur më në fund do t'i dëgjojmë ëngjëjt rreth fronit të Perëndisë duke kënduar "I denj është qengji". Do t'i harrojmë të gjitha arjet toksore. Dhe ndoshta kur të shohim Jezusin ball për ball, kujtimet tona të perëndimeve të diellit dhe yjeve do të errësohen. Ndoshta. Por ne dyshojmë për këtë sinqerisht, sepse pjesa tjetër e këngës së kënduar nga ushtria angjëllore thot kështu: "I denj je o Zot, të marrësh lavdin, nderimin dhe fuqinë, sepse ti i krijove të gjitha gjërat, dhe për hir të vullnetit tënd janë dhe u krijuan." Zbulesa kapitulli 4, vargu 11. Kjo këngë adhurimi na fton të kremtojmë ashtu si edhe vetë shkrimi i shenjtë në tërësinë e vet, që fillon me Perëndin që vazhdimisht e shpall krijimin si të mirë. Ne besojmë se është veprimi i duhur, madje i kërkuar, që populli i Perëndisë të gëzohet për vlerat e bukura të botës, qofshin ato ngjyra e zërit të një sopranoje të talentuar, apo të një gjirafe, një balen apo një zog. Krishtërimi nuk e mohon jetën, por e afirmon dhe e pasuron atë. Jezusi tha: "Unë erdha që ata të kenë jetë dhe ta kenë me bollëk." Gjoni, kapitulli 10, vargu 10. Dhe shkrimet e shenjta na urdhërojnë që ne ta jetojmë jetën tonë në mënyrë pozitive për lavdinë e Perëndisë. Pra nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t'i bëni për lavdinë e Perëndisë. 1 Korintasve, kapitulli 10, vargu 31. Qëllimi i këtij kapitulli është që të ofroj disa disiplina për pasurimin e jetës në përgjithësi dhe veçanërisht jetën e fëmijëve. Ne nuk pretendojmë se fëmijët duhet domosdoshmërisht të ndajnë saktësisht të njëjtat shije kulturore si prindërit e tyre, megjithse respekti për kulturën e mirë mbetet një nga qëllimet. Për më tepër, qëllimi ynë
është që të sjellim një ndjenjë mrekullimi për jetën në tërësi. Të rënjosim një qëndrim mirënjohjeje ndaj Zotit, dhënësit të gjitha gjërave, të rrisim aftësinë për të shijuar jetën në maksimum, ta drejtojmë shpirtin së larti në adhurim dhe ta drejtojmë atë së jashtëmi për të shërbyer. Duke huazuar nga Shën Ireneu, ne besojmë se një nga lavditë e Zotit shihet kur fëmijët e tij janë plotësisht gjallë. Leximi. Mënyra e nderuar përgjatë kohrave drejt pasurimit është ajo me anë të librave. Apostulli Paul shfaq dashurinë e tij për to kur e nxiti Timoteun të vinte shpejt dhe të kujtohej t'i sillte rrobën, librat dhe pergamenat e tij. 2 Timoteut, kapitulli 4, vargjet 9 deri në 13. Përveç shembullit apostolik, ka arsye të shëndosha për të lexuar. Leximi i disiplinuar e ushtron mendjen. Mendja reagon më shumë si një muskul. Mospërdorimi e dobëson atë. Ushtrimi e forcon. Leximi e mbush mendjen duke na bërë më interesant dhe më të aftë për të shijuar jetën. Ai gjithashtu nxit imagjinatën, zgjeron ëndrat dhe vizionin ton personal. Nëse pra dëshironi që fëmijët tuaj të pasurohen përmes leximit, disa disiplina personale janë të domosdoshme. E para është që ju vetë të jeni lexues. Nëse nuk jeni notar, nuk do të jeni dot një mësues i mirë noti. Fëmijët tuaj do të duhet të mësojnë nga dikush tjetër. Ky parim vlen për të gjitha fushat e jetës. Studimet kanë treguar vazhdimisht se pak prej fëmijëve të tyre që nuk lexojnë bëhen lexues. Ndoshta më parë lexoje, por ngarkesa e jetës familjare e kanë mbytur këtë zakon. Mos u dorëzo. Në lojë është shumë më tepër se sa vetëm mendja jote. Një nga disiplinat më të mira prindërore është që t'u lexoni çdo ditë me entuziazëm fëmijëve tuaj të vegjël. Nëna dhe babai duhet ta ndajnë këtë përgjegjësi. Përndryshe fëmijët mund ta imagjinojnë se është një tipar gjinor që leximi është për vajzat. Lexojuni edhe fëmijëve tuaj më të mëdhenj. Gjatë një pushimi me shi, në plazh, kënë t'u lexoj djemve tan adoleshent dhe nipit librin Minierat e mbretit Solomon, të H. Rider Haggard. Ata nuk kishin të ngopur. Në fakt, e lutën të gjorin njeri. Babi, mos ndal. Po, xhaxhakent, të lutem. Më vonë, atë javë moti u përmirësua. Por vepra klasike e Haggardit mbeti pika kulmore e pushimeve. Parku Jurassic i Michael Crichton është një tjetër libër tepër tërheqës. Ai është shumë më mahnitës se sa filmi. Fëmijëve të çdo moshe u pëlqen të dëgjojnë një histori t'ju lexohet. Sa shumë kënaqen ende sot fëmijët tanë të rritur, kur gjatë festave kënë t'i lexon me zë të lartë një kujtim krishtlindjesh të Truman Capote. Shfrytëzoni bibliotekën tuaj publike lokale. Qyteti ynë ka një popullsi prej vetëm rreth 60.000 banorësh, por krenohet me një bibliotekë të jashtëzakonshme publike që përmban 330.000 vëllime me bibliotekar referues që jetojnë për të ndihmuar lexuesit. Njihuni me bibliotekarët tuaj referues. Do t'u bëni një nder atyre dhe vetes suaj. Përveç shumëllojshmërisë së gjerë të materialeve për të lexuar,
Fëmijët mund të gjejnë edhe video materialesh të ndërtuar mbi një libër në mënyrë që të mund t'i shohin historitë përveç që t'i dëgjojnë ato. Shumë biblioteka ofrojnë edhe orare të klasifikuara për histori për fëmijë të vegjël, parashkollor dhe të moshës së kopshtit. Në ver, ka edhe klube leximi specifike sipas moshave. Materialet e bibliotekës son, mbi 8.000 libra dhe CD, si dhe kaseta audio, bëjnë të mundur shumë opsione të këndshme leximi, praktikisht pa pagesë. Një nga miqtë tanë dëgjon rreth 40 libra në vit, ndërsa udhëton për në punë dhe në kthim nga puna. Kohët e fundit, ne të dy kemi lexuar librin e këndshëm Një vit në Provencë, të Peter Mayle, ndërsa qeshnim gjatë rrugës së kthimit në shtëpi nga Wisconsin. Shumë familje i shkurtojnë udhëtimet e gjata me libra audio që i shijojnë e gjithë familja, si trilogjia Zoti i Unazave nga J.R.R. Tolkien. Një mënyrë tjetër e dobishme për të përmirësuar leximin është të kesh libra të mirë në shtëpi. Këshillat mbi librat për të rritur mund të nxiren nga leximi i seksioneve të recensioneve të librave të periodikëve të krishterë dhe leximi i librave për librat. Ne gjithashtu e konsiderojmë të domosdoshëm seksionin me recensione të librave në një gazetë të madhe qyteti. Lexojini rregullisht dhe do të merrni vesh se çfarë të shmangni, si edhe çfarë të blini. Edhe më mirë akoma, mund të abonoheni tek The New York Times Book Review. Së fundmi, ne ju rekomandojmë të vizitoni libraritë me libra të rinj dhe të përdorur. Dyqanet e rinj gjigant kanë punuar shumë për të kujtuar një atmosferë mikpritëse për të rriturit dhe fëmijët, në mënyrë që ato të jenë vende argëtuese. Vizitat në libraritë e mira të librave të përdorur me atmosferën e tyre si muze mund të krijojnë bibliofil të rinj, si djemt tanë. Ata nuk kanë qenë gjithmonë lexues të pasionuar. Mami, do të preferoja më mirë ta bëja në praktik se sa të lexoja për këtë. Por interesi i tyre u zgjua gjatë një periudhe të shkurtër në Angli. Carrie filloi të koleksiononte libra të C.S. Lewis dhe Kent Rider Haggard. Tani të dy kanë në pronësi disa botime të para të shkëlqyera dhe kujtime të çmuara të gjetjeve të tyre. Ata gjithashtu u magjepsën nga dyqanet e librave të përdorur, aq shumë sa që si adoleshent rrinin të magjepsur ndërsa shikonin 84 Charing Cross Road, një film shumë i ngadalt që tregonte për korespondencën midis një banori të New Yorkut dhe një shitësi librash në Londër. Me qëra fjala, libri i Helen Hanff me këtë titull është shumë më magjepsës se vetë filmi. Leximi është rruga e lashtë drejt pasurimit. Mësoni të ecni nëpër të. Artet. Kur teologët flasin për njeriun e krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndisë, ata nuk nënkuptojnë që ne kemi formën fizike të Perëndisë, por përkundrazi, që ne pasqyrojmë disa nga karakteristikat e tij. Ne kemi aftësinë të duam, të mendojmë dhe të ndjejmë emocione, dhe kemi edhe aftësinë për të krijuar. Kafshët nuk mund të bëjnë vepra arti. Për më tepër, është e pamundur të gjesh njerëz në cilën do kulturë që nuk krijojnë.
Edhe nëse do të vendosnim t'i largoheshim artit, nuk do të mundeshim. Arti është pasurues, sepse impulsi i tij parësor vjen nga vetë imazhi i Perëndis në ne. Në formën e tij më të mirë, ai pasqyron imazhin e Perëndis. Arti gjithashtu pasuron, sepse nëpërmjet tij ne vihemi në kontakt me zemrat krijuese të tjerëve përgjatë epokave. Sigurisht, arti ka një fuqi të jashtëzakonshme, si për të degraduar, ashtu edhe për të pasuruar. Impulsi artistik i dedikuar të keqes është thellësisht korruptues, por kur i dorëzohet Perëndis, është thellësisht ngritës. Kjo është arsyeja pse ne si prindër duhet të jemi të qëllimshëm me fëmijët tanë në lidhje me artet. Muzika. Muzika është një burim mjaft i gjerë pasurimi personal. Ne rekomandojmë që familjet të mbajnë një koleksion të përzgjedhur muzike të mirë të regjistruar në CD ose mjete të tjera. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse keni vendosur, me mençuri mendojmë, të kufizoni konsumimin e televizionit. Në fakt, nëse keni televizion të kufizuar, mund të keni luksin të shpenzoni pak më shumë nëse buxheti juaj e lejon. Gjithashtu, mos harroni se biblioteka juaj ka qindra incizime që mund t'i merrni hua. Për sa i përket përzgjedhjes, na duhet të theksojmë fuqimisht që të mos e kufizoni koleksionin tuaj vetëm në të ashtu quajturën muzikë të shenjtë. Sigurisht që duhet të keni një përzgjedhje himnesh dhe këngësh frymërore, por të luash vetëm këtë lloj muzike është gabim. Sipas mendimit ton, shumë çka prej muzikës bashkohore të krishterë është shkruar si një stil imitues dhe tekstet nuk janë aq të fuqishme ose kuptimplot sa duhet të jenë. Më e rëndësishmja është se muzika e bukur i sjell lavdi Perëndis pavarësisht nga tekstet e krishtera. Të krishterët nuk janë relativistë. Të krishterët besojnë në të vërtetën objektive dhe bukurinë objektive. Disa lloje muzike janë objektivisht të bukura dhe si të tilla i sjellin lavdi Perëndis pavarësisht nëse kompozitori ka qenë i krishter apo jo. Një shembull konkret: sonatat për piano të Mozartit. Muzika nuk është e thënë të jetë e shenjtë apo objektivisht e bukur për të qenë e mirë. Ajo është e shëndetshme për familjen për sa kohë që tekstet janë të pranueshme. Këngët që lartësojnë në mënyrë të shëndetshme dashurinë romantike tregojnë një histori, kremtojnë realitetet e përditshme të jetës, të zhytin në nostalgji, ofrojnë kritikë sociale. Për të përmendur disa nga temat më të zakonshme, nuk janë të refuzueshme. As stilet specifike muzikore, muzika folk, etno, country, jazz, madje edhe një ose dy albume rock mund të jenë të këndshme për t'u dëgjuar. Këshilla jon është që zgjedhja juaj në shtëpi të jetë e peshuar me klasikët objektivisht të bukur: Mozart, Bach, Beethoven, Mendelssohn, Handel, Vivaldi. Dhe t'i luani ato shpesh në mënyrë që shtëpia juaj të jetë plot me muzikë të bukur. Përtej kësaj, jini të informuar dhe të kujdesshëm në zgjedhjet tuaja. Sigurohuni që t'i çoni fëmijët tuaj në ndonjë koncert her pas here. Kur e dini që orkestra do të luajë një pjesë të famshme
me popularitet të gjerë në mënyrë që fëmijët tuaj ta shijojnë mbrëmjen. Mësimet e muzikës janë sigurisht pasuruese për fëmijët që kanë prirje për muzikë, por kjo duhet të merret në konsiderat sipas interesit dhe talentit të secilit fëmijë, si dhe përkushtimit të prindërve për t'i ndjekur ato. Teatri. Teatri është natyrshëm pasurues që nga grekët te Shakespeare e deri te dramat moderne. Pavarësisht abuzimit të sotëm me këtë medium, teatri mbetet një mjet i fuqishëm i shprehjes krijuese. Fëmijët shpesh e pëlqejnë teatrin e ndjekur drejt për drejt dhe operat e lehta. Pra, gjëja kryesore është të jeni përzgjedhës dhe t'i çoni fëmijët tuaj në to her pas here. Shpesh, shfaqjet e vogla lokale ofrojnë më të mirën në temat e zgjedhura dhe përfshirjen e audiencës, dhe çmimi është i mirë. Një vizitë e shkurtër pranë shkollave të mesme, kolegjeve dhe trupave teatrale lokale do të ofrojë shumë për të zgjedhur. Në qoftë se shfaqja ka një temë serioze, si Peer Gynt, lexoni vetë më parë. Pastaj, mund t'u tregoni fëmijëve tuaj se për çfarë të shikojnë. Mos e përjashtoni operën. Disa adhurues të operës i konsultojnë libretot, tekstin e operës, para se të marrin pjesë, por zakonisht lexojnë një përmbledhje të shkurtër të ngjarjes dhe muzikës në një libër si Historitë e plota të operave të mëdha, të Milton Cross. Kjo e bën operën shumë më të këndshme nëse jeni fillestar, siç jemi ne. Ne mbetëm të fiksuar kur një mik i yni këndoi rolin kryesor në La Sonambula, në operan lirike të Chicagos. Edhe fëmijët mundën ta shijojnë operën. Dikur kemi pasur një fëmijë 10 vjeçar që e adhuronte atë. Duke kaluar nga lirikat tek dhomat e ndenjes, nuk duhet të harrojmë të përmendim prodhimet familjare. Përvoja jon ka prodhuar më shumë të qeshura të këndshme për minutë se sa çdo gjë tjetër. Artet pamore. Piktura dhe skulptura janë shpesh të parat që na vinë ndërmend kur përmendet arti. Sigurisht që Perëndia i ka rrënjosur këto aftësi si shfaqje të imazhit të tij krijues te njerëzimi. Është domethënëse që kur lexojmë udhëzimet e Perëndisë për ndërtimin e tabernakullit dhe tempullit, shohim se ai porositi art abstrakt, dizajn të pastër. Art përfaqësues që përfaqëson diçka në natyrë ose në qiell, dhe art simbolik, arka e beslidhjes si një shembull parësor. Dhe disa artistë ishin të pajisur me talente në mënyrë të posaçme nga fryma për të kryer këtë porosi. Impulsi krijues, kur ekzekutohet me mjeshtëri, është pasurues nga ana njerëzore. Kjo është arsyeja se pse një shëtitje nëpër korridoret e një muzeu të madh arti mund të jetë kaq ngritëse. Njihuni me muzeun apo muzet e qytetit tuaj. Sillni fëmijët tuaj për t'i vizituar, me kohëzgjatje dhe përmbajtje të përshtatshme për ta, në mënyrë që ata të fillojnë të ndihen rehat. Çojini në ato seksione dhe ekspozita që e dini që do t'i pëlqejnë. Varini tablot tuaja të preferuara në muret e shtëpisë. Blini libra të artistëve mjeshtër dhe lërini ato në vende ku fëmijët tuaj mund t'i shfletojnë. Vendosni printime tablosh pa kornizë,
kornizimi mund të jetë shumë i kushtueshëm. Në dhomat e gjumit të fëmijëve tuaj, së bashku me posterat e tyre. Ata ka të ngjarë të magjepsen shumë më tepër nga një Van Gogh ose një Turner se sa nga heronjt e tyre të sportit. Gjithashtu, mbani një sasi materiale shpundore dhe artizanati për të përdorur nga fëmijët tuaj. Vendosini krijimet e tyre në mur dhe jini bujar me lëvdatat tuaja. Filmat. Na pëlqen apo jo, filmat janë bërë forma mbizotëruese e artit të kohës sonë. Shumica e filmave janë jo të krishterë, si dhe art i keq. Por prindrit bëjnë një gabim taktik duke kufizuar televizionin dhe kineman pa ofruar opsione të tjera tërheqëse. Ne rekomandojmë krijimin e një biblioteke videosh në shtëpi. Në familjen tonë, i shijojmë dhe i rekomandojmë disa tituj të caktuar për fëmijë më të rritur dhe të rritur. Meqense artet kanë fuqi të tillë për të pasuruar ose për të degraduar, prindrit duhet ta marrin nën kontroll këtë fushë. Udhëzimi i fëmijëve tuaj në lidhje me muzikën, teatrin, pikturën dhe skulpturën, si dhe kineman, kërkon kohë dhe punë të palodhur, por ju mund t'ja dilni dhe ja vlen ta bëni. Rrëfimi i historive. Historikisht, të treguarit e historive ka qenë një burim kryesor i pasurimit të familjes. Edhe aty ku ka ekzistuar shkrimi, tradita gojore ka qenë shpesh mjeti kryesor për përcjelljen e kulturës dhe historirave të familjes. Sot, megjithse të treguarit e historive ka rënë për shkak të ritmit të përshpejtuar të jetës dhe pakësimit të bashkëbisedimit për shkak të televizionit gjithmonë të pranishëm, ai ende mund të jetë një rrugë kryesore e pasurimit familjar. Kjo ndodh në dy mënyra: duke treguar historinë dhe mençurinë e familjes dhe duke shpikur për ralla. Nënat dhe baballarët që punojnë për t'u dhënë fëmijëve të tyre një sens të rënjve të tyre, një histori të përcjell gojarisht të personaliteteve të familjes dhe ndonjë koment mbi mësimet e nxjerra, u bëjnë pasardhësve të tyre një nder të konsiderueshëm. Padyshim, kjo ndodh më shpesh gjatë festave ose pushimeve kur njerëzit janë së bashku dhe kanë kohë për të dëgjuar. Ndonjëherë, rrëfimi i historive mund të stimulohet nga një album familjar fotografish ose përdorimi formal i një regjistruesi me zë për brezat e ardhshëm. Prindrit e mençur do të bënin mirë t'i orkestronin momente të tilla. Thjerrja e ngjarjeve, gjëra të çuditshme që nuk janë veçse minimalisht bazuar në realitet, i pasuron marrëdhëniet sepse ato krijojnë një traditë që është plotësisht e familjes. Kur fëmijët tanë ishin të vegjël, po shikonim një shfaqje lojrash me gjyshin dhe ushkrim së qeshuri me emrin e njërës prej konkurrenteve. Zonjusha Bonita Hoker, Grepi. Si familje peshkatarësh, ne njihnim Bonitën si emër të një peshku të paqësorit dhe sigurisht Grepi është mjeti me të cilin kapen peshqit. Kështu që Bonita Hoker u bë protagoniste për gallatat familjare që tjerreshin më shpesh ndërsa udhëtonim për në Corona del Mar për një ditë plazh. Historitë nuk ishin për të qeshur për askënd tjetër përveç nesh, por ato shërbenin si humor bashkues për familjen. Kur erdhi koha për t'ua bërë të njohura edhe nipërve tanë bukuritë e kapjes së peshkut bluegill, edhe nipat
i ka zënë grepi dhe janë bërë fanca. Filluam të shkëmbenim historira peshkimi. Gjyshi tregonte një histori të vërtet. Djema, na ishte një ditë pare në ishujt Koronada. Ndoshta, a i shtonte edhe ca zbukurime. Dhe pastaj, djem të bënin me radhë duke treguar historitë e tyre të mrekullueshme. Syt ju zgjeroheshin ndërsa imagjinonin, dhe ajo që shpikej mund të sfidonte edhe kreativitetet e Jules Vernit, Ernest Hemingwayt dhe Isaac Asimovit bashk. Udhëtimet. Udhëtimi ka qenë një mënyrë pasurimi e njohur prej kohësh. Në të kaluarën, ky ishte natyrshëm një aktivitet pasurues sepse ishte i ngadalt. Udhëtarët lëviznin me një ritëm si prej kërmilli përmes fshatrave dhe kulturave, duke folur me njerëzit, duke shqyrtuar monumentet e tyre, duke vëzhguar stilin e tyre të jetesës dhe duke mësuar për mënyrën si mendonin ata. Librat e udhëtimit ishin best-seller të përhershëm në shekujt 18 dhe 19. Baedeker's Guide, Guida e Baedekerit, seri e përhapur e librave udhëzues, ishte simboli i udhëtimit dhe i një jete të pasur. Por sot, udhëtimi nuk është automatikisht pasurues. Shpesh do të thot një udhëtim për në aeroport, hipje dhe zbritje nga avioni, dhe një taksi e shpejt për tek një resort. Dhe në makinë, ne mund të përshkojmë me shpejtësi kultura të tëra, duke u ndalur vetëm në stacionet e benzinës dhe restorantet e ushqimit të shpejt. Kjo, sigurisht, është plotësisht në rregull nëse relaksimi në një vend pushimesh është qëllimi ynë i vetëm dhe ndonjëherë duhet të jetë. Megjithatë, ndërsa fëmijët rriten, prindërit duhet të mendojnë në mënyrë të disiplinuar për të planifikuar disa pushime pasuruese. 2 udhëzime të thjeshta mund të ndihmojnë që kjo të ndodhë. Së pari, zgjidhni vende pushimesh që të zgjerojnë horizontin. Parqe kombëtare, vende historike, kryeqytete shtetërore dhe kombëtare dhe ndoshta vende të huaja. Së dyti, prindrit duhet të planifikojnë detajet që do të prodhonin pushime pasuruese. Një klishe mbetet gjithmonë e vërtet. Nëse dështon të planifikosh, ke planifikuar dështimin. Një ide tjetër e mirë është të kombinoni 2 mënyra pasurimi, atë të udhëtimit dhe leximit. Nëse po planifikoni një turne me familjen në Kaliforni, për shembull, do të bënit mirë që dikush të lexonte një histori të shkurtër të Kalifornisë. Për ta plotësuar këtë, mund të përfshini një nga romanet e shkëlqyera të Kalifornisë, si klasiku i Frank Norris, Oktapodi, The Octopus, një lexim i shkëlqyer. Ose një nga novelat më të shkurtra të John Steinbeck, si Poni i Kuq, The Red Pony. Ose Mbi minjt dhe burrat, Of Mice and Men, një vizitë në Sierra dhe veçanërisht në Yosemite Valley. Do të pasurohej nga një lexim i librit Malet e Kalifornisë, The Mountains of California, të John Muir. Në Midwest, vizita në webfaqet e Laura Ingalls Wilder është e natyrshme për familjet që kanë lexuar serinë Shtëpia e vogël, Little House, një libër i titulluar
vendi i Laura Ingalls Wilder duhet të jetë i mjaftueshëm për të ndezur pritshmëritë e kujdo për sipërmarrjen. Nëse pyesni me vete se ku mund të gjeni faqe interneti mbi autorët e preferuar, ose nëse doni të dini se cilët autor kanë lidhje me rajonin ku po planifikoni të udhëtoni, thjesht përdorni një motor kërkimi në internet. Ne nuk po sugjerojmë pushime me plan strikt të tipit tani familje, duhet ta lexojmë Emily Dickinson para se të shkojmë në Amherst. Obsesiviteti do të prishte edhe planet më të mira. Jini fleksibël dhe të çlirët. Ajo çfarë duam të sugjerojmë është se disa përgatitje për sa i përket historisë, gjeografisë dhe letërsisë mund të ndihmojnë në krijimin e pushimeve pasuruese. Ne kuptojmë se disa udhëtime të këtij lloji, edhe pse pasuruese, mund të jenë të kushtueshme. Disa ide udhëtimi më pak të kushtueshme mund të funksionojnë për pasurimin e familjes suaj. Vizitoni kryeqytetin e vendit tuaj. Kryeqytetet e shteteve janë depo thesaresh dhe suvenirësh historik, si dhe shpesh edhe të një arkitekture të jashtëzakonshme. Ato janë gjithmonë të pajisura me staf shtetëror të gatshëm, puna e të cilëve është t'ju tregojnë rrethinat. Ne jetojmë në tokën e Lincolnit. Springfield është vetëm 160 milje larg dhe ka ambiente publike kampingu. Duhen disa ditë për ta shëtitur Springfieldin, por kjo mund të bëhet edhe pa shpenzuar qimet e kokës. Shëtiteni qytetin tuaj. Shtëpia jon është vetëm 40 kilometra në perëndim të Chicagos, që është 35 minuta me makinë. Por ne habitemi vazhdimisht nga banorët e periferisë që na thonë: "Unë nuk shkoj kurrë në qytet", sikur të ishte ndonjë shenjë logjike e shëndosh. Ne mendojmë ndryshe. Chicago ka 22 galeri arti, të kurorzuara nga i mirënjohuri Instituti i Arteve i Chicagos. Ka rreth 150 muzeume, duke përfshirë muzeun e famshëm Field të historisë natyrore dhe muzeun e shkencës dhe industrisë. Shoqata historike e Chicagos përmban shumë nga thesaret e Midwestit. Ka mbi 60 teatro në qytetin e erës, duke përfshirë edhe shumë të vlerësuarin Goodman dhe Steppenwolf. Qyteti ka jo vetëm një nga koleksionet më të larta, por edhe më të mira të ndërtesave të mëdha në botë. Aty ofrohen 5 turne arkitekturore. Ka universitete të shkëlqyera nga të gjitha anët, duke përfshirë Universitetin e Chicagos dhe Institutin Oriental të tij. Përveç kësaj, ka kopshtin zoologjik të parkut Lincoln, akuariumin Shedd, konservatorin e parkut Garfield dhe sallën e orkestrës me thesarin e saj kombëtar, Orkestrën Simfonike të Chicagos. E gjithë kjo dhe një mori shtëpish të Frank Lloyd Wright në Oak Park aty pranë. Plus, ka disa gjëra për të cilat pak prej nesh u shkon në mendje. Kishat. Ne i kemi bërë ato hobin ton personal. Çfarë duam të theksojmë është kjo: mund të përjetosh një përvojë të jashtëzakonshme udhëtimi edhe duke mos u larguar kurrë nga qyteti më i afërt me ty. Shumica e njerëzve jetojnë afër një qyteti të madh. Udhëtoni nga shtëpia juaj. Ende ju duket e shtrenjtë? Ja edhe një zgjidhje e leverdishme. Udhëtoni në Austri, Francë,
Kenya, Meksik, Guatemal ose Australi pa dal kur nga shtëpia juaj. Ja se si. E para, zgjidhni vendin. E dyta, përgatitni gatime të atij vendi. E treta, luani muzikë të atij vendi në sfond. E katërta, ftoni një të njohur nga ai vend për të darkuar me ju. Dhe e pesta, shfaqni një video udhëtimi të atij vendi. Udhëtimi pasuron. Prindrit duhet të zgjedhin me mençuri dhe të planifikojnë mirë. Gjuhët. Kemi vënë re se të mësuarit e një gjuhe të huaj mund të jetë shumë pasurues. Fatkeqësisht, ne nuk kemi kultivuar një gjuhë të dytë. Nëse do ta kishim bërë këtë, spanjishtja do të kishte qenë zgjedhja jonë, sepse ishim kalifornian, me shumë miq që flisnin spanjisht dhe shumë dashuri për kulturën latine. Kenti kishte bërë 4 vjet spanjisht në shkollën e mesme dhe ja dilte të merrej vesh me një spanjishte të qalë të Kalifornisë Jugore. Barbara kishte studiuar latinisht, ndërsa fëmijët tanë kishin si lëndë shkollore gjuhë të tjera. Kjo ishte një mundësi e humbur për pasurim, sepse një gjuhë e dytë e përbashkët do të kishte siguruar një mësim të përbashkët të traditave, kulturës dhe mënyre të menduarit. Kjo do të kishte përmirësuar marrëdhëniet familjare, pushimet dhe shërbesën tonë. Por pavarësisht nëse të mësuarit e një gjuhe është diçka që e ndërmerr apo jo e gjithë familja, ju mund t'i nxisni fëmijët tuaj që herët me zotërimin e një gjuhe të dytë. Ata do t'ju falenderojnë për këtë. Mikpritja e mysafirëve. Ndër gjërat më pasuruese që një familje mund të bëjë është të mirëpres udhëtar dhe vizitor në shtëpi. Përgjatë viteve, ne kemi pritur e përcjell shkrimtar të famshëm, teolog të shquar, një balerin ruse, predikues dhe ungjilltar, misionar nga e gjithë bota, si dhe shumë student ndërkombëtar. Si rezultat, fëmijët tanë kanë kaluar qindra orë bisedash stimuluese, në të cilat babi dhe mami janë mbushur me ide dhe mundësi të reja, ndërsa kanë zgjeruar vizionin e tyre për botën. Ne nuk do ta tepronim as pak nëse ju inkurajojmë fort për këtë shërbes të mikpritjes ndaj udhëtarëve. Ne njohim disa familje të krishtera, të cilat si parim biblik me mençuri mbajnë një dhomë profeti për mysafirët, veçanërisht ata që udhëtojnë për të shpallur ungjillin. Shqih 2 i Mbretërve, kapitulli 4, vargjet 9 dhe 10. Mos prisni derisa situata në shtëpinë tuaj të jetë e përsosur, sepse nuk do të jetë kurrë e përsosur. Përveç kësaj, nëse e hapni shtëpinë tuaj për mysafir, mund të zbuloni se keni pritur engjëj pa e ditur. Hebrejve, kapitulli 13, vargu 2. Tani kjo do të ishte një përvojë vërtet pasuruese. Natyra. Pas dite vonë, për një ditë peshkimi në Cabo San Lucas, hodhëm spirancën në një gjë smeraldi, veshëm maskat dhe u zhytëm nga ana tjetër në një bukuri të pashoqe në përvojën tonë. Ishte një bukuri pa dobi, pa asnjë leverdi. Në fakt, deri në shpikjen e maskave të zhytjes, askush nuk e kishte parë qartë ndonjëherë. Pse e kishte krijuar atë Perëndia? Për kënaqësinë tonë atë ditë? Ndoshta.
por miliarda njerëz të tjerë nuk do ta shohin dot kurrë. Arsyeja pse Perëndia i krijoi ato format vezulluese të verdha dhe blu, barin që valvitet ngadalë, është sepse ai është krijues dhe kënaqet duke krijuar. Atë natë, kur i ngritëm syt nga cirkat fosforike të peshqeve që i aratiseshin harkut të varkës dhe kur shikonim drejt yllit polar dhe yjesive të pranverës, shihnim vetëm shkëlqimet më të zbehta të bukurisë së tyre. Ne nuk i shihnim dot planetet e rrethuar me ngjyra ose zjarret e Arkturit, por ata ishin aty. Përsëri, pse pra? Sepse krijuesi pati kënaqësinë që t'i krijonte ato. Annie Dillard mediton. Ti je Perëndia. Ti dëshiron të krijosh një pyll, diçka që të mbaj tokën, të kap energjinë diellore dhe të lëshoj oksigjen. A nuk do të ishte më e thjeshtë të përpunoje një tufë kimikate, një hektar me llaç të gjelbër? Sigurisht, por Zoti zgjedh që ta bëj këtë me një bukuri rrezatuese produktive. Një vidh i madh në një stinë të vetme mund të bëj deri në 6 milion gjethe mrekullisht të ndërlikuara, pa lëvizur as 1 milimetër nga vendi. Perëndia e shpreh veten e tij hareshëm në krijimin natyror. Kjo e vërtet e madhe është regjistruar që nga zanafilla e deri te zbulesa dhe është vërtetuar 1 miliard herë nga provat empirike të krijimit, të cilat Perëndia fillimisht i mendoi dhe pastaj i foli në ekzistencë. Ne mund ta shohim Perëndin dhe veprat e tij te krijimi. Kjo është arsyeja pse psalmisti këndon. Qiejt tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij. Një ditë i flet ditës tjetër dhe një natë ja tregon tjetrës. Por harmonia e tyre përhapet në të gjithë dheun dhe mesazhi i tyre arrin deri në skajin e botës. Psalmi 19, vargjet 1 dhe 2 dhe vargu 4. Për shkak të kësaj, logjika e shëndosh na thot se çdo besimtar duhet të jetë i mahnitur nga natyra, sepse ajo pasqyron diçka nga Perëndia. Mrekullimi është gjendja e një zemre të shëndetshme dhe çdo gjë që mund të bëjmë për të rritur tek fëmijët tanë mrekullimin për Perëndin përmes krijimit, do t'ua pasurojë shpirtrat. Kur ishte nën e re, Barbara e kuptoi këtë pa pikë dyshimi dhe që e disiplinuar për ta rrënjosur atë tek fëmijët tanë. Gjatë vitit shkollor, ajo e bëri këtë me vetëdije çdo mëngjes kur kalonte me makinë nëpër një rrugicë të shkret për të lënë fëmijët. Rrugica ishte në një lagje në rënime sipër dhe banorët e përdornin si vend grumbullim mbeturinash. Barbara nuk donte që pajisjet e ndryshkura dhe mobiljet e hedhura të ishin fokusi i fundit i fëmijëve para shkollës, kështu që ajo thoshte: "Vallë, çfarë gjëje të bukur do të shohim sot?" Padyshim, ata do të gjenin diçka të bukur nga Perëndia. Një lule që rritet në një vend ku nuk e pret, ose ndoshta një gushkuq topolak me vezë. Njëherë, për kënaqësinë e tyre, ata zbuluan se një mace kishte përdorur një nga divanet e hedhura për të lindur kotelet e saj. Kështu që çdo ditë ata ndaleshin për ndoshta 30 sekonda për t'i parë. Fëmijët tanë, me këmbënguljen e nënës së tyre, pan faktin mahnitës se krijuesi e fut veten e tij në çdo gjë.
madje edhe në gjërat më të shëmtuara. Mësoni të mahniteni bashk me fëmijët tuaj nga bukuria dhe ndërlikimi i një luleje të vetme, dhe pastaj nga variantet mahnitëse të luleve. Mbani një libër zogj për zonën tuaj të vendit. Mësoni disa nga këngët e tyre në mënyrë që të mund t'i jepni lavdi krijueshmërisë ekstravagante të Perëndisë. Mahnituni nga vetë jeta njerëzore. Mrekullia e një foshnje. Çudituni me tokën, erën, zjarrin dhe ujin e ngjizjes dhe lindjen e afërt të një vëllai ose motre të vogël. Mësojini fëmijët tuaj të këndojnë për mrekullinë e një jete të sapo lindur. Ka mira gjëra për të bërë që do t'u mësonin fëmijëve tuaj admirimin dhe mrekullinë e Zotit. Por siç e kemi thënë, çelësi është që ju vetë të ndiheni të mahnitur dhe pastaj e përcillni atë në mënyrë të vetëdijshme. Ja disa aktivitete të mira në këtë drejtim. Një ekspedit në Muzeun e Historisë Natyrore ose në kopshtin zoologjik ose në akuarium apo në kopshtin botanik. Fëmijëve u pëlqejnë shëtitjet në natyrë, nëse do të bëni pak studim dhe të tregoheni ekspert. Ftoni një naturalist ose gjeolog që të shoqëroj familjen tuaj në një shëtitje. Libra mbi natyrën ka me qindra, video mbi natyrën. Kafshët shtëpiake. Ne qëllimisht u alejuam fëmijëve tanë shumë kafshë shtëpiake. Jo sepse donim, por sepse besonim se kafshët shtëpiake ishin pasuruese. Ishte një kohë kur kishim njëkohësisht një bulldog anglez, një maçok të madh, një papagall, një parakit, lepuj, kavje, peshq të kuq, breshka shkretëtire dhe një tarantula. Rastësisht, të gjitha ishin të trashëguara. Kafshët shtëpiake janë pasuruese sepse ato të mësojnë përgjegjshmërinë. Kafshët duhen ushqyer dhe pastruar më pas. Disa duhen larë, trajnuar dhe krehur. Çdo fëmijë që është mësuar të kujdeset siç duhet për një kafshë, do të mësojë të jetë i përgjegjshëm. Së dyti, kafshët krijojnë dashuri. Komediani Flip Wilson tha se kishte marrë një bulldog për të mësuar fëmijëve të tij se mund të ketë shumë të mira pas një fytyre të shëmtuar. Kjo ishte sigurisht e vërtet edhe për qenushen tonë. Ajo ishte e shëmtuar, por në një mënyrë të lezetshme. Ajo ishte e përkushtuar me dashuri ndaj fëmijëve, duke i përplasur me një puthje të lagësht me gjuhën e saj të gjatë, sa herë që i jepej mundësia. Dhe fëmijët e donin shumë, duke u përpjekur ta mbanin pesh në krah si një foshnje me gjithë 30 kilet e saj, ose duke e përqafuar. Së treti, kafshët, veçanërisht kafshët e vogla, kërkojnë përkujdesje. Ne kemi mbajtur këlysh qenushësh, kavje dhe lepuj, kështu që djemt dhe vajzat tona u kënaqën me butësinë dhe kujdesin natyror që kërkojnë krijesat e porsalindura. Së katërti, kafshët shtëpiake ndihmojnë gjithmonë në dhënien mësim të fakteve të jetës. Kur Holly, atëherë 5 vjeç, bleu një miushe, këmbëngulte se ajo do të bënte këlysh. Ne i shpjeguam me mençuri se kjo ishte e pamundur, sepse për këtë ishte e nevojshme të kishim një mami dhe një babi. Por ajo nuk ishte e bindur. Disa ditë më vonë, Holly njoftoi me triumf se miushja kishte bërë fëmijë.
dhe me të vërtet i kishte bërë 9 krijesa të vogla roz, secila me madhësinë e një cope shkumsi. Tani na u desh të jepnim ca shpjegime për këtë. Kafshët u mësojnë fëmijëve edhe realitetin e vdekjes. Të gjitha kafshët tona shtëpiake, me kalimin e kohës, ngordhën, ndërsa fëmijët tanë ishin ende në shtëpi, duke demonstruar kështu pa thënë asnjë fjalë vdekshmërinë e të gjitha gjallësave. Kështu, ata dashur pa dashur mësuan diçka nga vdekshmëria e tyre, një mësim që është një përfitim i dukshëm në një kulturë që e refuzon vdekjen. Kur u detyruam ta vinin në gjumë buldogun ton, Holly shkroi: "Mësova se dashuria përfshinte edhe dhimbje. Një copëz urtësie pasuruese për një adoleshente të re." Kafshët shtëpiake janë të kushtueshme edhe kur të vinë falas. Ato të hapin punë, të bëjnë rëmuj, janë të zhurmshme dhe kërkuese, por kafshët shtëpiake janë pasuruese. Hobit. Shumica mendojnë se hobit janë sinonim i pasurimit, megjithse kjo pikpamje është subjekt i dyshimeve serioze. Në fakt, hobit mund të jenë shkatërruese nëse bien ndesh me përkufizimin e shkurtuar të fjalorit, një aktivitet interesant të cilit dikush i kushton kohën e tij të lirë. Kur koha që zën hobit nuk është më vetëm koha e lirë, hobi bëhet i dëmshëm. Hobit gjithashtu mund të jenë problem nëse bëhen shumë të kushtueshme, të sjellin shoqëri të keqe ose bëhen obsesive apo tepër konkurruese. Për të qenë pasurues, një hobi duhet të jetë i këndshëm, shlodhës, rritës dhe i rezervuar për kohën e lirë të dikujt. Peshkimi ka qenë i tillë për Kentin, i cili mësoi të peshkonte prej nënës së tij. Gjyshi Bray, një sportist, u zhduk në vitin 1927, duke lënë pas gruan dhe 2 vajza të vogla dhe një koleksion kallamash peshkimi dhe armësh. Nëna e Kentit, njëra nga ato 2 vajza të vogla, më vonë i mësoi atij dhe vëllait të tij atë që dinte nga mjeshtëria e gjyshit me troftën ylber në lumin El, duke përdorur vezë salmoni dhe krimba si karem. Kur Kenti ishte i vogël, vështirë se kishte ditë që të mos imagjinonte një përrua me trofta. Ndërsa Kenti u rit, edhe shijet e tij u ritën. Ai arriti të kuptonte se peshkimi ishte, sipas fjalëve të Geoffrey Norman, një çështje rrëshqitjeje pa u vënë re në zinxhirin e madh të jetës dhe gjuetisë dhe jetoje për një kohë të shkurtër sipas atyre mënyrave të lashta. Kur u bë burr, Kenti arriti të kuptonte më tej se kulmi është ta bësh këtë duke përdorur një mizë artificiale, kështu që tani ai ëndërron për kallama peshkimi të markës Orvis, me peshë të linjës 5, modeli Far and Fine dhe miza artificiale Quill Gordons. Por peshkimi gjithmonë është një rrëshqitje pa u vënë re në zinxhirin e madh të jetës, qoftë me një krimb apo me një light kehel, insekt artificial peshkimi. Djemtë tanë, njëra nga vajzat dhe niprit tanë, të gjithë kanë të përbashkët emocionin e të jetuarit qoftë dhe për një kohë të shkurtër sipas mënyrave të lashta. Me niprit tanë bëhet fjalë për një kanaçe kafeje plot me krimba të sapo mbledhur, një kostum sportiv
të kmartë, një topuz dhe një peshk të kaltër që lëviz. Hobi i Kentit jo vetëm që e relakson atë, por i ka krijuar edhe një afrimitet të veçantë me disa prej të afërmve dhe të dashurve të tij. Lista e hobeve mbulon një gamë të pafundme: koleksionim pullash, kopshtari, përpunim druri, qepje, fotografi, qeramik, ndërtim modelesh dhe pikturën. Çdo hobi ka traditën e vet, misterin e vet dhe kënaqësitë e veta të veçanta që janë të pamundura tu komunikohen të painformuarve, të cilët, megjithatë, mund të zgjedhin të përfshihen në to nëse dëshirojnë. Hobet na zgjerojnë dhe na pasurojnë. Ato na mbajnë të interesuar edhe na bëjnë më interesant. Ji tolerant ndaj interesave të veçanta të fëmijëve tuaj, madje edhe ndaj atyre më të çuditshme. Ato mund të kthehen në thesare të mëdha familjare. Aftësitë. Ne e dim që edhe gratë mund të mësojnë të bëjnë atë që tradicionalisht është quajtur punë burrash, si të rregullojnë një gomë, dhe se burrat mund të mësojnë të bëjnë të ashtu quajtura punë grash, të qepin një kops. Por sot kemi burra dhe gra që nuk din të bëjnë as njërën as tjetrën. Një pjesë e problemit lind nga ndarja për fat të keq e nxënësve të shkollave të mesme në dy grupe: ata që do të shkojnë në shkollë të lartë dhe ata që nuk do të vazhdojnë. Ata që do të shkojnë në shkollë të lartë i hyjnë librave të shkollës, ndërsa ata që do të ndjekin profesionet e tyre kanë filluar me artet manuale: punishte makinerish, qepje, mekanik makinash, gatim dhe përpunim druri, për të përmendur disa. Sistemi ynë ka prodhuar njerëz të arsimuar që nuk din të rregullojnë një çelës drite ose të lyejnë një mur. Kjo do të thotë të jesh në gjendje të varfëruar. Duke lënë mënjan shkollimin, përgjigjja është se këto gjëra duhet të mësohen në shtëpi. Mënyra më e mirë është që t'i përfshini fëmijët tuaj adoleshent në kryerjen e tyre. Apo lyeni dhe po i ngjitni letër murale një dhome? Përfshijini fëmijët tuaj në këtë proces. Nëse ata ngurrojnë, ngulni këmbë në këtë përfshirje, duke shpjeguar se është për të mirën e tyre. Një arsyetim që ata nuk do ta hanë, por që është megjithatë i vërtet. Megjithatë, mos bëni gabimin t'i përfshini tepër, duke kërkuar që të ndihmojnë me çdo projekt dekorimi ose riparimi, ose duke pritur që entuziazmi i tyre të jetë paralel me tuajin. Ndiqni të njëjtën procedurë në projekte të tjera: riparime të vogla hidraulike, rregullimi i një tualeti, shkëputja e tubit të mbeturinave, riveshja e garazhit, vendosja e tullave në verandë, qepja e kopsave, riparimi i grisjeve në rroba, përgatitja e vakteve, mirëmbajtja e makinës, ndërrimi i vajit, ndërrimi i një gome. Përfshijini si djemt, ashtu edhe vajzat tuaja. Gatimi. Një aftësi tjetër që ne besojmë se është thelbësore është edhe aftësia në kuzhinë. Kur djali ynë Kenti ishte në klasën e 4, ai vinte çdo ditë në shtëpi i mërzitur
dhe i zemëruar nga presionet e shkollës. E zellshme për të gjetur diçka që ai mund ta shijonte pa i shtuar më shumë stres i jetës së tij. Barbara e gjeti zgjidhjen në kuzhinë. Ajo e lejoi Kentin e vogël të merrte në dorë kuzhinën e saj kur ai kthehej nga shkolla dhe të piqte biskota vet. Ajo e ndihmonte vetëm nëse ai pyeste për ndonjë mas ose ku mund të gjente një përbërës. Përndryshe, ajo qëndronte larg. Nuk ankohej për qumshtin e derdhur ose pluhurosjen me miell në çdo sipërfaqe të mundshme. Kjo ishte diçka që Kenti mund ta bënte pa duruar kritika, duke marrë vetëm lëvdata për produktin e shijshëm përfundimtar. Dhe ai piqte që të shke me të. Kur u transferuam në Illinois, Kenti ishte bërë aq i aftë në pjekjen e biskotave, sa që u bë biskotieri i familjes. Ai ka pjekur aq shumë biskota përgjatë viteve, sa që kur u largua për në shkollë të lartë, Barbara tha se kishte humbur jo vetëm biskotierin e saj, por edhe shijen e saj. Kuzhina ka shumë për të kontribuar në mirëqenien dhe trashëgiminë e një familjeje. Aromat e këndshme nga recetat e çmuara të trashëguara nga brezat e mëparshëm ose të dhëna nga ish-fqinjët sjellin kujtime të këndshme. Të gjithë në familjen tonë e din që ne përdorim turshi me kopër në vend të turshive të ëmbla në sallatën tonë me patate, dhe ne hedhim kanellë dhe asnjëherë armyshk në tartën me mollë. Pse? Sepse kështu e bënte gjyshja. Nuk shijon siç duhet për ndryshe. Kemi vërejtur se ndonse kuzhina jon ishte dhoma më e vogël në shtëpi, të gjithë mblidheshin atje në fund të ditës. Ka diçka në përgatitjen e një vakti që na bashkonte. Uria është sigurisht motivimi kryesor, por ka më shumë. Të jemi bashk, t'i rrim te koka tenxheres që vlon, të thithim aromën e qepëve që skuqen, ngrohtësinë dhe pritjen. Është gjë e mirë, është gjëja e duhur. Djali ynë Keri na tha se kishte kuptuar se çfarë privilegji është të rritesh në një shtëpi ku vaktet janë të veçanta, kur solli shokun e tij të dhomës nga kolegji në shtëpi për Krishtlindje. Pasi ne të tjerët ishim në shtrat, Tim dhe Keri qëndruan zgjuar deri vonë duke folur në kuzhinë. Her pas here, ata hapnin derën e frigoriferit, nxirrnin ndonjë ushqim të mbetur dhe përçapeshin më vete. Vonë, atë natë, Timi e hapi përsëri frigoriferin dhe qëndroi duke parë përmbajtjen e tij. Ti nuk e di se sa me fat je, i tha ai Kerit, që nga ajo Krishtlindje, sa herë që djali ynë kthehet në shtëpi, hap frigoriferin dhe shikon përmbajtjen e tij. Gatime të bëra në shtëpi. Ai ndihet mirënjohës. Të gjithë fëmijët tanë ndihen rehat në kuzhinë. Vajzat tona ndihen rehat sigurisht, sepse janë të martuara dhe gatimi i përditshëm u ka rritur aftësinë. Por të gjithë fëmijët tanë kanë fituar vetbesimin në të gatuar, duke vëzhguar se si grihet një qep, si përgatitet sallata jeshile dhe si të lyejnë një tortë me krem. Ata e kanë trashëguar dashurinë për një vakt të mirë nga kujtimet e këndshme që lidhen me kuzhinat e prindërve dhe gjyshërve të tyre dhe duan ta trashëgojnë këtë kënaqësi. Në këtë botë të ushqimit fast food, fëmijët tuaj
nuk do të mësojnë ta vlerësojnë kuzhinën nëse ju nuk e bëni këtë. Të bëhesh një kuzhinier i mirë është pasuruese. Në fakt, me kalimin e viteve, fëmijët tuaj do t'ju bekojnë për këtë, dhe kështu do të bëjnë edhe bashkëshortët e tyre. Sportet. Aktivitetet sportive janë në thelb pasuruese dhe të rëndësishme për zhvillimin e një fëmije, dhe në të njëjtën kohë shumë të mbivlerësuara. Përfshirja në sporte është natyrshëm pasuruese, sepse të mëson disiplinën, punën në skuadër, qëndrueshmërinë, përqendrimin dhe konkurimin. Gjithashtu, ndërton forcën trupore, bukurinë, hijeshinë dhe vetbesimin, dhe të ofron kohë të këndshme, shoqërim dhe argëtim. Për këto arsye, ne inkurajuam fëmijët tanë të merrnin pjesë në sporte dhe u përfshim në trajnime. Idealisht, është më mirë që një fëmijë të mësojë një sport ekipor dhe një sport individual. Përfshirja në sportet ekipore tenton të bjerë pas shkollimit, ndërsa sportet individuale bëhen gjithnjë e më të rëndësishme. Shikoni popularitetin e vazhdueshëm të golfit, tenisit, skiimit, lundrimet me vela dhe peshkimit. Përfshirja në sporte mund të jetë mrekullisht pasuruese nëse nuk është thjesht zgjatimi i egos së prindërve që kanë dashur të bëhen të tillë dikur. Ndërsa ishim trajner, na është dashur t'u themi prindërve të heshtënin ose të largoheshin sepse i shtynin pa mëshirë fëmijët e tyre gjatë një loje. Ndjesia jon ishte se ata nuk ja kishin dalë kurrë vetë, dhe me siguri fëmijët e tyre duhet ja dilnin me çdo kusht. Përfshirja në sporte është gjithashtu e mirë nëse ndjek talentin dhe interesat natyrore të një fëmije. Kujtojmë një djalë të vogël, i cili gjatë një ndeshjeje futbolli nuk po i kushtonte vëmendje topit, ndërsa shokët e tij të skuadrës po afroheshin. Ai pa dashje po hidhej duke numëruar bletët në tërfil. Ndoshta, interesi i tij do të zhvillohej një ditë, por kjo nuk ishte koha për ta detyruar të luante futboll. Aktivitetet sportive janë gjithashtu të mira nëse janë një pjesë e jetës, por jo shuma e saj totale. Fatkeqësisht, disa trajnerë besojnë se çdo anëtar i ekipit duhet të jetë i bindur se përfshirja sportive e tij apo saj është gjëja më e rëndësishme në jetë. Për më tepër, është e mundur që një sport ekipor ose një sport individual të zërë më shumë kohë se sa pjesa tjetër e shkollimit. Kjo është çmenduri edukative dhe shpirtërore. Edhe nëse fëmia është një në 10.000 që ka shansin për të siguruar jetesën me sportin. Prindër, marrja me sport mund të jetë thellësisht pasuruese, por shumë çka prej saj varet nga vlerat dhe qëndrimi juaj. Duke pasuruar jetën. Ne kemi dhënë një listë të frikshme mënyrash për të pasuruar jetën e fëmijëve tuaj. Leximi, artet, rrëfimi i historive, udhëtimet, gjuhët, mysafirët, natyra, kafshët shtëpiake, hobit, aftësitë e ndryshme, gatimi dhe sportet. Duke ofruar këtë listë të gjatë, ne kemi krijuar një rrezik.
Idenë se tani duhet të zbatoni gjithçka të sugjeruar nën secilin titull, që fëmijët tuaj të kenë një jetë të pasur. Asgjë nuk mund të jetë më larg së vërtetës ose qëllimeve tona. Ne po shkruajmë nga një perspektivë dekadash të karrierës sonë si prindër. Shumë nga ato që kemi renditur kanë ndodhur në kohë të ndryshme gjatë viteve dhe duhet të kuptoni gjithashtu se ne nuk i kemi bërë të gjitha çka u përmendën në kategoritë. Disa nga idet vijnë nga familje të tjera ose janë zgjerim praktik i parimit për të cilin po flisnim. Konsiderojeni atë si një listë të zgjeruar idesh dhe burimesh nga të cilat mund të zgjidhni ndërsa punoni për pasurimin e jetës së fëmijëve tuaj. Mos u përpiqni të bëni shumë gjëra. Mos e mbush jetën me programe pafund. Relaksohuni dhe shijojeni familjen tuaj. Gjithmonë do të jeni një prind i papërsosur. Prandaj, bëhuni një prind argëtues. Shijojini arjet e jetës. Engjëjt do t'i dëgjosh shumë shpejt. Për të menduar. Pse është e rëndësishme të mësojmë fëmijëve tanë që të jenë lexues të materialeve të shëndetshme? Me çfarë konkurrence përballemi në këtë drejtim dhe si mund ta kapërcejmë atë? Pse duhet të rënjosim fëmijëve tanë dashurinë dhe interesin për artet? Muzika, teatri, artet pamore, filmat, cilat vlerësohen më shumë në shtëpinë tuaj? Cilat janë vlerat e rrëfimit të historive? Si mund ta rifitojmë ose ta ruajmë këtë traditë në shtëpitë tona? Çfarë mund të bëjë Perëndia për familjen tuaj nëpërmjet natyrës? Si mund t'i ndihmoni fëmijët tuaj të mësojnë të mahniten nga bukuritë e krijimit të Perëndisë? Si mund t'i ndihmoni fëmijët tuaj të zbulojnë dhe zhvillojnë aftësitë e veçanta që Perëndia u ka dhënë atyre? Si mund ta shmangim mendimin e tyre se disa aftësi të caktuara janë për burrat ose për gratë? Si mund t'i ndihmojmë ata që të kuptojnë se përdorimi i aftësive të tyre mund të jetë një shërbes e mrekullueshme ndaj Perëndisë dhe të tjerëve?